Vlerësimin e kemi pozitiv për presidentin Osmani, nërse deri me 4 mars nuk zgjedhet një president e vendit të shkojnë në zgjedhje të reja. Prezenca e Kosovës në Amerikë mbetet e pa alternativ. A jeni për me vazhdu mandatin Vjosa Osmani? Jemi në një situatë specifike ku alternativa tash nuk ka më votë në kuvend, se unë kam dalë në ekzekutiv, pasi që kam qenë fakt e vetmja deputete që kaloj në këtë legislaturë të 10. Megjithatë, vlerësimin e kemi pozitiv për presidentin Osmani në kuptimin edhe performancës brenda edhe jashtë vendit, në veçanti në dritën e rrethanave të ndryshimeve gjeopolitike që fillun në botë, në veçanti në Evropë pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe pastaj zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një president jo konvencional ose jo me një qasje siç ka qenë ose siç jemi mësuar ta kemi, prandaj themi mjeshtria dhe qasja e saj në diplomaci, gjithashtu edhe në komunikim për brenda dhe jashtë e ka tregu aftësinë, potencialin për me qenë në kabinetin në detyrën e presidentes për një mandat. A është edhe vetëvendosja me qasjen e njëjtë si ti? A është për me ja vazhdu mandatin ajo? Them të drejtën në grupin parlamentar, sa isha për atë periudhë para se të votojë qeveria, nuk e kemi hapur këtë temë. Për arsye se kemi pasur shumë diskutime të cilat janë ngarkuar më tepër me seancën konstituive, duke marrë parasysh përvojën e paraprake të zgjedhjeve pas. Po, veç momentin që e ki vendos me marë postin e ministrës, shumë më rëndësi, nështë unë të kësha qenë ventonin, kësha dosh me dita, një mu i jo ministre, a jo ministre 4 vjetë. Sepse, nëse jeni të interesum me bo blokad, nëse se pranon opozita emrin e Vjosa Osmanit, nëse duhet mu gjetë në emrin e rritë, qësho qasja, a e keni diskutu në parti, a do të ngull një kam, a do të aqani vend e zgjedhje, qëka do të bëni? Këtë isha duke e vazhdu që besoj fuqishëm që nuk është koha për edhe një palë zgjedhje. Nuk ka të bëja me mandatin tim personalisht ose me mandat për çështje, domethënë të planifikimeve në temi ekzekutivi vetëm, po ka të bëjë me fatin e vendit në përgjithësi dhe me realitetin që kemi pasur një vit të tërë me procese zgjedhore vitin 2025. Nëse opozita se don Vjosa Osmanin, a jeni të gatshëm për emra tjerë, a janë të diskutu emra tjerë? Unë nuk jam pozitën me jap këtë lajm, për shkak se kjo tash është kompetencë them ose nismë e kryeministrit kryetari të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në diskutim me parti tjera, nërse deri me 4 mars nuk zgjedhet një president e vendit të shkojnë në zgjedhje të reja. Jom përmen emra nga familja Jashari, çfarë pozicioni keni për emra tjerë? Nuk du me komentu asnjë emër për faktin se është jo e denjë pjanës teme me ose me bo vlerësime të kësaj natyre. Mendoj që pozita e presidentit ose ajo zyre është edhe duhet jetë, përkundër që ka sfida, por reflektim edhe i unitetit, por edhe i themi pjekurisë politike të vendit. Ka dhe propozime tjera që kanë dalë, është propozimi Aleancës për Armërinë e Kosovës për presidentin e diritashëm të tyre, Zotin Ramush Haradinaj. Pas takimit me Trumpin që ke dje, a ka kundërkandidat për Vjosa Osmanin? Po, në pjesëmarrja në bordin e paqes ne kemi mbështet dhe Kosova e ka atë pozicion cilin për dallim ndoshta prej vendeve tjera që munden me pas nuansa në vlerësimin për pjesëmarrjen. Me thonë, marrë vesh me ju me qeveri për me him bord paqes, presidenti, apo? Qeveria e ka deklaru kohë më parë kur ka përmend edhe pjesëmarrjen me trupa në Gaza që do të jetë pjesëmarrëse, kryeministri ka thonë disa javë më parë, dje u konfirmu kjo, prandaj është se ka pasur komunikim dhe ka pasur diskutim për këtë proces, por për Republikën e Kosovës prezenca e Amerikës në Kosovë dhe prezenca e Kosovës në Amerikë mbetet e pa alternativë.